Naser Kelmendi, i cili kërkoi me fletarës ndërkombëtar nga Interpoli, është arrestuar nga policia e Kosovës në zonën e Prishtinës. Personi arrestuar me urdhër arrest ndërkombëtar është Naser Kelmendi, ndërsa personi për cilin dyshohet se ka ofruar ndihmë personit kërkim është Fuad Nikçi. Operacioni policor është realizuar në zonën e Prishtinës, me rast janë realizuar edhe 2 bastisje në 2 shtëpi për të cilat dyshohet se personat tani me të arrestuar i kanë përdorur. Po ashtu janë konfiskuar edhe 2 vetura dhe gjësende tjera në cilësitë e provave materiale. Naser Kelmendi është e futur në listën e zezë të SBA-s për trafikim droge. Shtëpia e Bardhe ka sankcionuar Kelmendin që figuron si shtetasi i Bosnjës e Hercegovinës për trafikim droge me vendim të presidentit të SBA-s Barack Obama. Kelmendi dyshohet për drejtimin e një organizate që merret me trafikimin e heroinës, kokainës dhe anhidrit acetik, një lëndë e parë që përdoret në prodhimin e heroinës dhe që transportohet në Evropë nëpërmjet Ballkanit. Ai nëpërmjet Interpolit është kërkuar nga Bosnja, pasi dyshohet se në vitin 2007 ndër të tjera ishte përfshirë në vrasjen e Ramiz Delajić, një komandant lufte që gjatë tranzicionit u përfshi në krim të organizuar. Naser Kelmendi thuhet se zotëron një numër të bizneseve në Bosnjë, Maltezi, Serbi dhe në Kosovë, përfshirë hotele dhe një kompani kamionësh. E për arrestimin e Kelmendit në Kosovë kanë reaguar edhe zyrtarët të prokurorisë federale të Bosnjës. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine očekuje zvaničnu obavijest. Naser Kelmendi është i dyshuar nga prokuroria e Bosnjës në lidhje me hetimin e quajtur Kukula. Ai dyshohet për krim të organizuar, trafikim ilegal të narkotikeve dhe vrasje. Pas një numri të madh të aksioneve policore të kryera para 8 muajsh, Naser Kelmendi u largua nga vendi dhe me kërkesë të prokurorisë së Bosnjës për të shpallur fletarrestim ndërkombëtar. Pra, po e presim njoftimin zyrtar nga institucionet policore dhe gjyqësore, pas se cilës do t'i ndërmarrim të gjitha masat që ky i dyshuar të dorëzohet organeve juridike të Bosnjës. Por problem mbetet çështja e ekstradimit. Kosova nuk është njohur ende nga Bosnja, prandaj ligjet në fuqi nuk e lejojnë ekstradimin, meqense Kelmendi ka edhe nënshtësi kosovare. Megjithatë, Driton Lajçi, këshilltar politik i ministrit të drejtësisë Herdin Kuqi, tha për RTK-n se qeveria do të bashkëpunojë me EULEX-in dhe ambasadat e huaja në mënyrë që të krijojë bazë legale për ekstradimin e Kelmendit, bazuar në konventat ndërkombëtare.